Në Bramyshnie të fshatit Orbaq është organizuar ceremonia e 70 vjetorit të krijimit të brigadës së 5 sulmuese. Në këtë aktivitet morën pjesë shumë personalitete, përfshirë deputetet e Vlorës Fatmir Toçi, Valentina Leskaj si dhe Petrit Vasili. I pranishëm në aktivitet ishte dhe ish presidenti i Republikës Alfred Mojsiu, si dhe mjaft personalitetet e ardhura nga Kosova engas për këtë festë. Valentina Leskaj është shprehur se ata që dhanë jetën për themelet e lirisë nuk patën vetëm kurajën, por edhe mençurinë që u afruan me aleancën më bashkëkohore të asaj kohe. Është nder dhe privilegj të përkujtosh brigadën e 5 sulmuese, e cila jo rastësisht është quajtur Brigadë Heroi Popullit. E ka marrë këtë emër me veprën e saj, me sakrificën e saj, me luftrat e pashëmbullta që ka bërë që këtu dhe deri në Vishegrad. Tjetë përfullimisht viti i shkëlqyer e livënies atje ku e meriton të luftës ndërkombëtare shqiptare. Ky mesazh vjen vetëm nga ky vend i lavdishëm, siç është brigada e 5. Që kemi ardhur nga Kosova martire për të shprehur kënaqësinë që jemi bashkë në këtë festë të madhe të labërisë, të skërisë, do të thosha gjithë shqiptarisë me mendje me zemër. Por ka çliruar dhe ka luftuar për çlirimin edhe popujve të tjerë, vëllezërve në Kosovë, në Maqedoni, në Malinezi, në Serbi, në Bosnjë Jugore deri në Vishegrad. Ish presidenti Mojsiu ka bërë vlerësimet më të mëdha për këtë brigadë, duke rikujtuar edhe një herë historinë dhe rolin e saj në luftën nacional çlirimtare, ndërsa deputeti Fatmir Toçi u shpreh se kjo brigadë jo vetëm ka luftuar e vetme duke çliruar zonën, por i ka ardhur në ndihmë edhe vendeve të tjera. Ai ka shtuar gjithashtu se po mbajnë premtimin për të ringjallur monumentet historike, të cilat janë lënë në harres për vite me radhë nga politika.